Ndaj dhe një reformë e thellë e këtij sektori është e domosdoshme. Ky duhet të jetë një sektor qendror në fushën e sigurisë kombëtare. Pra, jo vetëm që siguria ushqimore duhet të jetë çështje e sigurisë kombëtare, por duhet të jetë një sektor qendror në këtë fushë. Dhe kur them këtë, ky sektor që është në fakt multidisiplinor, duhet të ketë të gjithë mbështetjen dhe financimin, të gjithë transformimin. E thatë ju, mjekët nuk paguhen, po të rrinë pa vetë trajnerë ata. Kush do t'i kryej detyrat? Pra, ne duhet ta marrim në themel këtë sektor. Janë krijuar disa institucione. Së pari, qendror do të jetë Institucioni i Sigurisë Ushqimore, agjencia. Kjo agjenci do të ketë të gjitha kompetencat ekzekutive. Sa e dha dorëheqje, unë s'kisha kompetencë, unë po jap dorëheqje kështu se kompetencë nuk kisha unë. Tani se kishta apo s'kishta, unë s'mund them, por të mbash institucion qendror pa kompetencë është e papërgjegjshme. Ndaj dhe ky institucion duhet të fitojë të gjithë fuqinë ekzekutive për të përmbushur detyrën e vet. Ky institucion duhet dalë jashtë çdo politizimi. Duhet të ketë varësi, mund të jetë varësi e kryeministit, mund të jetë varësi e parlamentit, po ky është institucion qendror për shtetin dhe për kombin. Laboratorët e tij duhet të jenë laboratorët më moderne. Dhe unë ju garantoj ju se ne do 2-3 fishojmë buxhetin në këtë fushë. Po, nuk ka asgjë më serioze. Siguria e ushqimeve dhe siguria e ilaçeve. E thatë ju, jam plotësisht dakord që ligji të parashikojë që asnjë produkt që nuk shitet në dy vendet të Bashkimit Evropian dhe që ka përdorim në bujqësi, blegtori, në fusha tjera, të mos hyjë në Shqipëri. Jo. Unë nuk them se bota tjetër është e pasigurt, po Europa është më e sigurt. Themi atë që është. Unë i ndjek dhe konstatohet që Europa në këtë aspekt është më e sigurt. Më e kushtueshme, është më e kushtueshme. Jemi realist, por ja vlen. Kjo është për siguri. Ndaj dhe përveç kësaj, ne sigurisht jemi për liberalizimin e tregut, por laboratorët shtetërore të përgjegjësisë direkte zyrtare do të jenë të pajisur dhe nuk do të ndodhë, se dhe sot ne kemi mjekësit, çfarë na ndodh? E pa imagjinueshme. Batërdi. 3 ciklotron të prishur. Dhe qoftë për diagnozë, qoftë për mjekim, detyrimisht duhet shkojnë tek privati, nuk rregullohen. Nuk rregullohen sepse qytetarët duhet pagojnë tek privati. 3 nuk janë pak për Shqipërinë. Kur u blen 1 për neurokirurgji dhe 2 të tjerë për onkologjikun. Pikrisht që të mos mbetet dot asnjëherë vendi pa ta. Kjo ndodh. Çdo gjë e bën rrugë ta. Jo, shteti do t'i përgjigjet me laboratoret më moderne.